Bedri Hamza, kandidati i PDK-s për kryeministër, ka thënë se për të në radhë të parë vijnë prioritetet, pastaj janë pozitat. Ai ka thënë se është i hapur së bashku me PDK-n për diskutim për të gjitha opsionet e mundshme. Hamza ka thënë se janë të gatshëm të bisedojnë me të gjitha partitë politike, por se nuk janë duke pritur te dera vetëvendosjen për ftesë. Ne jemi ulur me të gjithë. Na as kemi thënë bëjmë koalicion me vetëvendosjen, as jemi tu e pritur vetëvendosjen te dera me na ftesën, ka thënë ai. Ai ka thënë se as kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, as ai vetë, sa herë kanë pasur ftesa zyrtare nuk i kanë shmangur takimet dhe këtë. Hamza ka thënë se nuk i kanë bërë në funksion të gjetjes së zgjidhjes për ta të kaluar situatën dhe për ta bërë konstituimin e kuvendit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Arben Muja ka treguar se a ka pasur përplasje për kandidaturën e Faton Pecin, pasi që është diskutuar që të ketë një të tillë. Ai ka thënë se nuk ka dhe janë të pasakta. Muja ka theksuar se Faton Pecin e kanë ndërmisht më të ngushtë dhe nuk kanë përplasje të tilla. Krejt këto të cilat janë thënë janë të pasakta, pasi që nuk ka gjë të tillë. Nuk ka ndodhur, edhe unë dhe zoti Peci e kam një ndërmisht më të mirë, më të ngushtë dhe nuk kemi përplasje të tilla. Dhe jo se çfarë unë mund të them është se unë, kushdo që të jetë kandidat, do ta mbështes, është shprehur ndër të tjera Muja.